Duket se debatet e forta mes Laert Vasilit dhe Gert Ferrës nuk kanë përfunduar edhe pasi ky i fundit ka dalë nga shtëpia e Big Brother. Teksa ju dha mundësia të fliste me Laertin, Gerti hodhi sërish dyshime për orientimin seksual të tij, ndërsa as Laerti nuk i kurseu sulmet. Gerti: "O Laert Bilbili, tu ka rudh Vasili, ku je more tu bëfsha?" Laerti: "Qa keq që shtrembëron mbi emrin tim?" Gerti: "Të kam thënë do të qirret maska, e pesi tu hodh Valbona në mbrojtje o Lanet." Laerti: "Laert e kam jo Lanet, po vjen sërish në denigrim." Gerti: Avash, po shikojnë të tërë maskën tënde." Laerti: "I kërkoj regjis të nxjerrin një video tënde në dush kur fërkoheshe si femër dhe më ndillje mua, nëse ti bën shaka dhe nuk i lejon të tjerët." Gerti: "Paka shumë Laert, po ta marrin vesh që je i dyzuar, po vërtetohet në këtë shtëpi." Laerti: "Nga ty çdo gjë që thua është lavdërim për mua." Gerti: "Po zemër." Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.